Në bazë të statistikave të cilat i kemi nxjerrë, domethënë për vitin 2025, ka rezultuar që Departamenti i Përgjithshëm, domethënë brenda vitit 2025 me arrit me marrë 89.7% gjykime dënuese. Kjo përqindje tregon që aktakuzat kanë qenë të ndërtuara dhe të punuara në mënyrë profesionale dhe cilat janë faktuar në kuadër të gjykatës, ndërsa në Departamentin për krime të rënda 78.1%, ndërsa në Departamentin për të mitur 100%. Totali i përqindjes rezulton që 89.3%, domethënë në vitin 2025, Prokuria Themelore në Pejë ka arritur që mi marrë gjykime dënuese. Kjo përqindje tregon më shumë se çdo fjalë tjetër dhe konsideroj që është sukses jashtëzakonshëm i prokurorëve të kësaj prokurie. Kur jemi te këto raste që janë provuar, a mund të na thoni se cila është politika e dënimeve dhe sa është kjo prokurori e kënaqur me atë që vendosin gjyqtarët në gjykatën themelore në Pejë? Ju dini shumë mirë që një vendim i gjykatës të na nuk na lejohet me komentu e me diskutu. Ju lejohet me bua ankesa në të? Po, gjithmonë gjitha këto vendime të gjykatës të cilat konsideroj që nuk janë për neve, domethënë dënimet ashtu siç parashef ligji apo nuk jemi në kuadër të veprës penale, na i apelojmë edhe i parashojmë gjitha ankesa, domethënë në shkallë të dytë, varësisht prej vendimit të gjykatës apelit edhe aty ku ka vend me bë kërkesë mbrojtëlishmërisë, mirëpo ka raste të caktuara kur vendimet janë me të vërtetë vendimet të cilat i kënaqin secilin qytetar, se mos flasim edhe neve si prokurori, mirëpo ka vendime edhe që lënë për dëshiruar. Për cilat ju po besoj keni bërë dhe bëni ankesa vazhdimisht? Patjetër, çdo vendim domethënë shiqohet dhe aty ku ka vend për të parashtruar ankesë, patjetër që parashtrohet ankesë. Konsideroj që kjo përqindje tregon shumë çka që domethënë Prokuria Themelore në Pejë, gjithsesi prokurorët e kësaj prokurie kanë kryer një punë jashtëzakonisht të mirë. Nëse është në interesin e qytetarëve, dua t'ju njoftoj që edhe në aspektin e vepra penale nga korrupsioni kemi pasur do të thotë 5 akt gjykime, prej tyre kanë qenë 3 akt gjykime dënuese, ndërsa në aspektin e ankesave të palëve kundër vendimeve dhe pushimeve të hetimeve, të cilat kanë shkuar në Prokurinë e Apelit, po ashtu konsideroj që kemi një sukses, 62% e vendimeve të cilat janë nxjerrë nga ana e prokurorit janë vërtetuar nga prokurorët e Apelit, ndërsa 38% e vendimeve janë kthyer në rivendosje. Po mendoj që kjo çështje ka mundësi mu përmirësu, mirëpo për periudhën kohore në cilën jemi dhe për numrin e rasteve të cilat kanë shkuar, konsideroj që prapë kemi pas sukseset në këtë drejtim.